Unë e thashë vitin e kaluar e ke testu biznesin, po këtë vete ke profesionalizu, ke hap një faqe në Instagram, po i shet online, je duke punu rruza, aksesorë të ndryshëm, qafë, dorë, vëth, të cilat si pas kërkesave, apo si shka në kjo buna? Njerëzit të cilët dojnë me bu përësi, më shkruajnë në rrjetet sociale Instagram për shembull, edhe varet çështë dojnë ata, pastaj unë e punoj rruazën, edhe vjapi. Qysh tërë, pse ja nise me bo këtë biznes, sepse është biznes, sa do që ti e vogël, ti po merë të holla prej këtyne tani? Unë prej si e vogël, më ka pëlqy, jam konë shumë kreative, më ka pëlqy arti, më ka pëlqy mu mirë me muzik, me kum pikturu shumë, edhe ditëlindjen e 9, mami ma ka bu një dhurat, ka qenë një torte që u konë çokoladë ngrime, edhe ka qenë e fort, edhe mrenda, kur e kom thyja çokoladën, mami ma ka vendos një paket ruaza pak, jo shumë, edhe një tel, do me thonë mjetet fillestare që më vinë me fillu në biznesin, edhe kom vendos që pe që ati momentit unë e me fillu edhe me bo rruza. Kur kom fillu për herë të parë, mu ka do pak stresuse, se shumë detajet vogla. Shumë detajet vogla, unë kom shumë dorem për çdo sene. Okej, ljomë se ti. Po, kom shumë dorem edhe kur kom fillu në fillim, pak derisa jam mësu, pastaj kur ja kom marrë dorën, kom vazhdu, do me thonë që 3 vite, që të vetë kom vendosë mi bu publike, edhe tash e ke hapë edhe faqen në Instagram. Idetë për me i kriju, sepse po i shohim edhe në tavolinë që janë të ndryshme, idetë për me i kriju, a janë që janë propozime që i këshur në internet? Zakonisht, që po mënonëm ja këtë kamerës, po? I marë pej Pinterest, kanë pëlqy si ide. Jam shumë person që hullumtoj për një sen që e bëj, do me thonë kom hullumtu edhe në internet për rruza, aksesore dhe biznese tjera, se ka dhe biznese tjera. Edhe më ka pëlqyt Pinterestit, se janë shumë të thjeshta, të bukura, edhe klasike, edhe ko marrë idenë pej Pinterest. Pinterest ka ide shumë, po për shembull unë e du me tirë buna dhe me thonë, po më duen një qafës krejt e gjelbërt me një të verë në mes, ose një ide temen, me ta që një foto, ose atë ti propozon diçka, ose ta me kam një fustan të zi, edhe po du me pos diçka që më shkon. A jep edhe kështu ide? Po, më me jep edhe ide, për shembull zakonisht familjarët e mi, unë konë të parë që më kanë motivu, mi kanë bli ruazat, edhe më thëshin disa për i tyne, më kanë thonë, abedin, bëma një ruz gjelbërt për shembull, ama ti e dizajnon. Po, tani unë qysh mu ka do ke arsyshme, më ka thonë për shembull gjelbërt, më shelte dhe gjelbërt që du, tani mu qysh mu ka do ke arsyshme, ku më kombinu, edhe në fund i ka pëlqy shumë rezultati. Qysh po vendos për çmime? Qysh po i shet? Komendu 1.2 € të dorës, në varet prej detajeve, se mundet me shkuet e ma lirë, po. Të qafës, e ke milion, kom vise duhet dhe me nanën, e ke 1.5 €. Okej, këto? Po, edhe qëto, për të kam edhe kërkesa, adin së dhe pata një kërkes për me bu të komës, nuk kom vendos hala, kështë që e mendoj.